ka njerë dhe maja më në nona, më rajni ju nona, atë kom bojnë ty ati mu. Pa e mbyllë që pjesë për du me pyet, cili me lënë që të kanë gja ma shumë ty? Asë njone. Oh, hitë të pita shta. Vile ka njerë dhe maja më rekta të mitë. Komi tret bashk, po ndodhe lufta e tretë botërore. Jo, absolutisht, është... Unë e gjithë këmenu që nana e më vlaun të të madhe dënë mas shumë të. Që është të këmenu, që atje dënë ato mas shumë të. Po tash me të vërtet e kuptoj që nuk është të vërtet. Se cilin fëmijë e dënë nana për që ato që ka nevojë. Dhe nanat e ka një farë intuite që e vrejnë për që ka nevojë fëmiju i vetë. Edhe unë jam e gatshme në gjdo kohë me ja ofru që ato që e mendoj që ka nevojë, po nanën tjetër edhe foli shumë e ta, i lodhe të folë. Kam qef mi mësu që ata mi shprej emocionet e veta. Edhe më tregu se qka kanë, për shembull fëmija, sidomos e vogla është bagje e vogël edhe nga njeri ka ato tantrums që i thojnë edhe nuk din as vetë qysh me shprej vetan, unë ullë në japoj, a je mërzitën, a je idhume, a të ka idhun që kjo, a që kjo, a mas këtë ashti në këtë gotën e madhe, jo në këtë gotën e vogël, lankën. Mundona qatë kohë që e kam me fëmijët e me, mundona me qenë kohë kualitative. Kur shkoj në shpe, telefoni nuk ekziston, përveç nëse jo jam aty, ne e kanë kohën e vetë telefonin, nuk bëj me i privu për i qasajna, kanë qef me këshyr telefonin dhe ja vëllo telefonin. E kanë një 40 minutë që ashtu se cili. Edhe, po mundona me qenë shumë prezente, unë luj me fëmijët e me, gjithmonë, dhe më thonë masi që ti boj mushtrimet, se harova me 45 ditës, lujna, kena jashtëzakonisht shumë lujna, jo që ju blej shumë, po dhe i rujna. Edhe i nxirëm lojnat, e bojna krejt lugë shtin, edhe lujna bashk. Munona mi nda kohën veç e veç, se kur përbohemi tret bashk, po ndodhe lufta e tretë botërore. Se cile e dënë atë vëmendjen e vetur e munona se se të mjave, po ka njerë mundona edhe mi përfshi, adin me bojnë një loj për shambull. Ta epi një shambull që pëthojna që njëni është shitës me një shitore, e na dy tjertë jena blerësat, e jo kës ka pare, o një hapi huaj, që shto diqka. Është pak e vështirë, sidomos për shembull nëse e ki një ditë tepër të ngarkume në punë, edhe të ka ardhë me veti krejt që ajo ngarkesë se nuk jena me pulla, edhe pse unë kogja si me pulla jam si njeri, unë ajo tak puna u kry, tash jam këthy të shpia, dëra me qenë prezente me fëmijët e me. Është vështirë me gjetë qatë motivin për me qenë kreativ në loj. Edhe pse ata din kogja mirë me të drejtu. Djallit, non, tash ti kishe ti e polici, kishe unë e komik Friburgut, e tash kishe ti mnjek, e kishe jeshtë do ta bojnë skenarin kështu, unë aktore jam, sfritoj me lujt. Ka dalë se skenarin e bëjon, të thonë. Jo, mu më pëlqen ma shumë kur i bojnë skenarët, ata më vjen ma letë. Kur ma lojnë rolin edhe të regjisorit edhe të skenaristi që atër më bëhet ma e vështirë. Po është një farë energjie që nëse je që aty, do një 2-3 minutat e parë të vynë me hynë që ato, mandej nina dhe vetë si fëmi. Edhe mandej gjithmonë loja që shto na evullon, që uem ja njësëm gojna pak në përshpe. Pa e mbyllë që pjesë për du me pyet, cili me lënë që të kanë gja ma shumë ty? Asë njone. Oh, hitë të pita shta. Vile ka njerë dhe ma jarë më rekta të mitë. Mos mi pa mërë vetë për spitalit. Kisha dëshu që mi ka ndërru në ikon. Psa i përket i pareve fizike, mendoj që qikam kanë gja ma shumë. Pak, nështë i grim, i ka flok kaq për relacion. Sori, kam flok kaq për rela. Edhe të pjesa e syve, po dikush që dikush më tha, djali kretë si ti koka. Tash nuk e di ku më përshishë mund këto. Ndërsa sa i përket, po, ata janë karakterën veti, ata janë njerëz, na thojna fëmi, po ata janë njerëz, edhe ata vesh kanë fillu mu formu kështu që besoj që ata i kanë gja vetës vetë, kanë marrë gjenët e të ty prindve, edhe janë thjesht individa, janë civil të lirë të teritorit Kosovës. Me bashkëpunu. Gjithë shka që e thëmë ja bëj
punoni me mu, punoni me nanën. Kur kena konflikte, se ata më folin mrapa mu. Mire ka njerë dhe maja më në nana, më rejnë, ju nana, atë kom bojnë ty ati mu. Me bashkëpunu, me fol bashk. Unë, djallit tem, se kjo hala nuk po merr vesh e vogla, ja kom bo ti nëse më rranë mu. Ti e ki punën shumë keq. Po të kalloj, nëse më tregon të vërtetën, e ki gjithmonë punën mirë. Kam qef gjithmonë që ata më këthyte unë për gjithë shka. Edhe për tash në mënyra të ndryshme gjithmonë i këshilloj që kthehuni te unë. Është një shprehje që e kam lexu, është si për kot ose mim që është, po më ka bo shumë përshtypje bile syt me lot mi ka mush. Është kisha pas qef që fëmijët e mi kur të rritën me thonë, unë kam shku te nana jam se ajo e den çka me bo. E jo me thonë, kuku nuk guxoj mi tregu nanës se ku me di çka ka më bo.